Rikthehemi në program ku po diskutojmë të gjitha zhvillimet kryesore gjeopolitike dhe mbi të gjitha një sondazh nga Politico i cili ka treguar se qytetarët evropian kërkojnë më shumë pavarësisht sa i përket situatës së mbrojtjes, një leadership më të guximshëm, duke pretenduar se leadershipi aktual nuk po vepron dhe nuk po e dërgon kontinentin në drejtimin e duhur, por gjithashtu europianët kërkojnë edhe më shumë ushtar. Harta vizuale e sjell nga Politico ka treguar se mbi 55% e qytetarëve europian kërkojnë një ushtrim më të fortë. Dominanca kryesore vjen nga Polonia, e cila duhet thënë se është shumë pranë vijës frontit për shkak të kufirit që ndan me Ukrainën, por sigurisht kërkesa ka qenë e lartë edhe në vendet e tjera me mbi 50%, duke përfshirë Gjermaninë apo Francën. Theksova Polonia është kryesore, ndërkohë që një kërkesë më të ulët ka pasur tek shtetet të tilla si Italia, e cila është nën 50% sa i përket kërkesës për më shumë ushtar, po ashtu edhe në Greqi, ku është rreth 44% kjo kërkesë sa i përket vendosjes së më shumë trupave ushtarak dhe gatishmërisë së lartë për të pasur ndoshta një front aktiv përballë kërcënimeve globale. Redion, a është kjo kërkesë e qytetarëve që vjen në formën e një propagande të bërë në mënyrë të drejtë për drejtë nga paniku që nxitet nga mediat, nga deklaratat e liderëve botror? Duhet thënë se kemi një retorik përçartë, se kemi përhapje informacione shtërrema. Pra, a është një luftë kjo e cila vjen nga të gjitha frontet, por përtej asaj ushtarakes? Mirë, vetëm do të kemi një lidhje drejt për drejt me Redionin për shkak se audioja nuk është në momentin më të mirë, ndërkohë siç po theksoja, pra europianët kërkojnë më shumë forca ushtarake me mbi 55% sipas sondazhit më të fundit që vjen nga Politico, duke treguar kështu një kërkesë në rritje të vendeve europiane për të pasur sigurisht të gjithë këtë dinamik. Nuk e di nëse kam Redionin në lidhje. Besoj jemi në rregull tani, Sali. Po, për gjithçka okay. Mendoj se kjo është rezultat i disa faktorëve. Pikë së pari është është apatia në leadershipin evropian në lidhje me çështjet e sigurisë. Sigurisht që konflikti që ndodhi në Ukrainë e gjeti Europën të papërgatitur dhe shoqëruar kjo me panikun se ky konflikt mund të shtrihej edhe më shumë në Europë apo me tentativat e vendeve europiane për të përgatitur popullin e tyre se si të strehoheshin apo si duhet të reagonin në një situatë konflikti. Qytetarët europianë sigurisht kuptuan që leadershipi i tyre nuk është se ka bërë punën e duhur deri në këto momente, e para, dhe e dyta qartë se duhet të ketë një investime më të madhe në fushën e sigurisë. Pra, një nxitje e konflikteve në botë në tërësi e ka bërë situatën gjeopolitike më pak të sigurt, më shumë të paparashikueshme, dhe rrjedhimisht çdo qytetar i çdo vendi dëshiron që vendi i tij të gjendet i përgatitur. Ashtu si edhe neve. Ne jemi një vend shumë i vogël, por shikojmë që edhe neve kemi ndërmarrë masa për qoftë rimëkëmbjen e një industrie të vogël ushtarake që mund kemi, por dhe nga ana tjetër në mbledhjen e armatimeve të ndryshme, duke bërë marrëveshje me shumë vende të ndryshme, siç me Turqinë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraelin e tjerë. Pra, në një situatë kaosi gjeopolitik, të paqartësie dhe pasigurie më të madhe, është e natyrshme që kjo gjë të ndodhë dhe sigurisht mund do të thoja kjo përputhet akoma më shumë në ato vende ku ka një rritje të popularitetit të ekstremeve politike apo vendet të cilët janë aktualisht të drejtuar nga qeveri pak më radikale. Rrjedhimisht Polonia, sigurisht edhe për faktin që ndodhet në kufi me Rusinë, por edhe sepse investimet që ata kanë bërë në ushtrim nuk është se kanë filluar në këtë 3-4 vitet e fundit. Investimet e Polonisë kanë filluar që në vitin 2014 kur është sulmuar për herë të parë Krimea dhe Polonia e çoi buxhetin e saj nga diku tek 1.9 që e kishte atëherë në direkt 3.2% të menjëhershme. Dhe kjo ka bërë që jo vetëm populli të fitojë një konfidencë tek qeveria e tyre, por edhe të forcat e tyre të armatosura dhe të kuptojnë lidhjen që ka investimi në fushën e sigurisë me mirëqenien dhe paqen që duhet ketë në të ardhmen. Pra, paqe përmes forcës. Dhe kjo është fakt strategjia kryesore të cilën Europa ka implementuar për gjatë paktën 3 viteve të fundit, duke pasur parasysh edhe situatën e vështirë me Ukrainën, por gjithashtu edhe së fundmi balancat e prishura në marrëdhëniet transatlantike. Redion Qirazi, faleminderit që ishe mbrëmjen e sotme me mua në War Report.
Kemi mbritur kështu në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku mund të informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e bota, si dhe mund të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. War Report rikthehet sërish të mbrëmjen e nesërme në orën 21. Deri atëherë, natën e mirë.